A ja keni vënë syrin pasardhësit? Se një nga problematikat më të mëdha që kanë liderët politikë është të ndërtojnë profilin e një pasardhësi. Fatmirësisht në radhët e Aleancës për Shqiptarët kemi plot kuadro të cilët janë të shkëlqyshëm. Në parlament unë jam shumë i lumtur që kemi deputet të cilët janë të jashtëzakonshëm dhe e bëjmë betejën, mos them tash s'du të krahasojmë, më mirë se LSDM-ja, partia më e madhe opozitare maqedonase, dhe jemi zëri më i lartë kundër këtij pushteti. Kryetarët e komunave morën besim të jashtëzakonshëm. Domethënë fitun me 2-1 gatise, rapçisht, në festival më shumë se 2-1, dhe plot profesor universitar e kuadro fantastik të cilët pa problem mund të dalin edhe të udhëheqin nesër partinë. Pajtohem me ju, shumë me rëndësi është që dikush që prej tash duhet përgatitet edhe dal nga dal të vazhdon me udhëheqjen e partisë. Unë jam duke menduar këtë seriozisht që ta përgatisim kështu që antarësia mos ketë diçka që do të jetë shok, që do të jetë një pjesë e pranon, një pjesë tjetër nuk e pranon, dal nga dal ta përgatisim terrenin që... Pra ka emra nga brenda që ju edhe mund t'i nominoni? Është e logjikshme edhe në çdo parti që kryetari mund të ketë ndikim te pasardhësi dhe kjo nuk është diçka jo normale, por unë e di diçka. Kur ta lë pozicionin, nuk do të kërkoj që t'jem as kryetar nderi, as kryetar kuvendi, as ndonjë rol në parti. Thjesht do t'jem një antar i rëndomt në nëndegën e degës ku jam i antarësuar në Aleancën për Shqiptarët. Nuk do të kem paraqitje publike, mund të kem paraqitje publike për shëndetësi, por nuk dal as si analist, as si antar i asaj partie. Njerëzit mund të më shohin në fushat duke i ndihmuar kryetarit partisë apo kandidatëve për kryetar komune apo kandidatëve për deputet.